الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Padyshim që muslimani bëhet njeri me pozitë dhe me nder të Allahu subhanahu wa taala kur ai përkushtohet në adhurimin ndaj tij subhanahu wa taala. Megjithatë, ky adhurim që e kryen muslimani nuk ka vlerë fare te Allahu nëse nuk tregohet në të i sinqert. Pra nëse nuk e kryen vetëm për hir të Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është ngritja reale, kjo është ngritja e vërtetë e Allahut. Kur ti tërki ikhlas, ki sinqeritet në raportet e tua me Allahun. Pra sinqeriteti është thelbi i veprimit. Është ajo energjia që ty të nxit dhe të shtyn të esësh përpara. Sinqeriteti është peshorja me anë cilët matet se apo ti pranon Allahu veprat apo jo. Përmes sinqeritetit ti je i nderuar te Allahu. Nëse nuk ke sinqeritet, atëherë je i pavlerë te Allahu subhanahu wa taala. Njeri mund të kryejë vepra të shumta, të jap mund të madh. Mirë po, gjitha këto mund t'i shkatrohen dhe t'i humbin për shkak sinqeritetit të mangët që e ka apo mungesës së sinqeritetit në ato vepra. Për shkak se njeriu kur kryen diçka e synon gjërat materiale të jetës së saj bote, përfitimet e saj. E pastaj pasojat do t'i gjesh në ditën e Kiametit kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala e do të shprohesh e pikëllohesh kur e sheh se punët e tua në të cilat nuk je treguar i sinqert të bëhen pluhur e hi. Thot Allahu subhanahu wa taala duke e treguar këtë peshore të veprave tona, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. E megjithatë, ata nuk u urdhruan me diçka tjetër përveç se që ta adhuronin Allahun me adhurim sinqert. Hunafa dhe të jenë besim drejt në tauhid, wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakat, ta falin namazin dhe ta japnin zakatin. Wa dhalika dinul qayyim, dhe pikrisht kjo është feja e drejtë. Ky ajet madhështor është argument i prerë dhe i drejtë për drejtë, që tregon se është obligim për njeriu që të ketë një jetë e sinqeritet në adhurimet e veta. Sepse edhe l-ikhlas, pra sinqeriteti është prej punëve që patjetër duhet të jenë prezente në zemrën e njeriut. Pastaj Allahu po thotë liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa, të adhurojnë Allahun sinqerisht me adhurim sinqert, duke qenë hunafa, besim drejt, besim pastër, pra monoteist, duke u larguar nga çdo fe tjetër e cila kundërshton fenë e tauhidit. Wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakat, ta falin namazin dhe ta japin zakatin. I ka veçuar Allahu subhanahu wa taala këto dy adhurime madhështore, edhe pse ato futen tek fjala liya'budullaha mukhlisin, që ta adhurojnë Allahun, sepse edhe këto dyja janë adhurime, mirë po i ka veçuar për shkak të vlerës dhe pozitës së lartë që e kanë, dhe sepse kur njeriu i kryen këto dy adhurime, pra namazin edhe zakatin, atëherë i ka kryer gati të gjitha pjesë dhe degët e fesë islame. Pastaj Allah po thotë wa dhalik, dhe pikrisht kjo, pra ky tauhid, ky sinqeritet në fe, dinul qayyim, është feja e drejtë. Pra është feja e drejtë e cila ty të çon drejt xhenetit Allahu subhanahu wa taala, dhe sa çdo rrugë tjetër, çdo fe tjetër është që drejton edhe të çon drejt xhehenemit, drejt zjarrit të Allahu subhanahu wa taala. Andaj nga ky ajet e mësojmë vlerën e sinqeritetit, dhe se sinqeriteti nuk duhet të ndahet kur fjalëve dhe veprave tona. Nëse dëshirojmë që adhurimet tona të jenë sakta, të pranuara te Allahu subhanahu wa taala, nëse dëshirojmë pastërti të zemrës. Dhe padyshim që sinqeriteti nuk është diçka e lehtë të arrihet, dhe ka nevojë që njeri vazhdimisht ta luftojë veten e vet, nefsin e vet, egon e vet. E po ashtu kjo arrihet kur ti e madhron krijuesin, pra Allahun, në zemrën tënde, ndërkohë që nuk mashtrohesh mas dunjas edhe përfitimeve të saj, gjërave materiale në të. Pastaj po ashtu kur ti këmbgul lutjen drejtuar Allahut që më të bën njeri të sinqert, gjithashtu kur ti kryen adhurime kur je larg syve të njerëzve, edhe me këtë e forcon sinqeritetin tënd në raport me Allahun subhanahu wa taala. Padyshim se sinqeriteti ndaj Allahut e ka një ëmbëlsi që kushdo që e shijon e kupton vlerën e tij dhe e kupton se sa e parëndësishme dhe e pavlerë është dunjaja, që njerëzit preokupohen me të, bëjnë gara në arritjen e saj dhe për shkak të saj e dëmtojnë sinqeritetin e tyre. Allahu al-musta'an, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.